Granimi që është bën një shkallë pak më të lartë të burrat. Të pojnë çka dojnë. Mas shumë ti me thonë puni nati. Puni nati. Si po Mirë, mirë. Jemi vraj emisioni 05, prej nga jeni? Ne nga Titova. Tetovës. Nderuam, jam sa në sheshin e Ferizajt për pyetjen. Çka mendon pse po ndodhin tradhtit kaq shumë në shoqërinë tonë? Ata janë bërë që standard, Allah. Janë bërë standard. Standard janë bërë zash. Çka po i çon një çift deri tek tradhtia? Qof femrën, qof moshkullin, cilën do? S'kam përgjegje për ta. S'ki përgjigje. A ki ndonjë këshill? Mesazh, çka ju kishte thonë atyne që tradhtojnë? Mesazhi im është që është pse jam unë mashkull për të folim realitetin, unë e shoh minusin më të shumtit e gjinia femnore. Pse? Se zakonisht njeriu e lipën nejmë dikun tjetër atër kurse ka të shpija. Apo? Edhe granimi që është bën një shkallë pak më të lartë të burrat. Të pojnë çka dojnë. Mas shumë ti me thonë puni nati. Puni nati. Sipas te një femër e tradhton një moshkull, shkoku i inatit. Çfarë mundet me çu deri tek inati? Po ti ka shumë varianta, është për ta përcjell ato te inati ka gjithçka mund të lëvizin. Xhelozia është një numër 1. Ku ka xhelozi, nuk ka dashuri. A vret tradhtia ose si e kupton për shembull që po e tradhton cilat do të pol? Me kohë jo patjetër. Me kohë patjetër. Mundet që mos të me vrejt asnjëherë? S'ka shans. S'ka shans. Ashtë e po mund. Del në shesh. Po marë përësysh, rrjena dhe tradhtia pa dalë shesh qare se kanë. Ashtë. Nderuam, faleminderit shumë, kënaqësi që takom. Përshëndes.